Në sajt të mendimeve negative, njerëzit e tokës i sjellin vetë shkatërimet, sëmundjet, skamjen dhe mjerimin në vendet e tyre, në shtëpit e tyre. Kjo është fare thjeshtë për ta kuptuar dhe aq më shumë për t'u ndërgjegjësuar dhe për të shkuar kështu drejt suksesit dhe lumturisë të një jete të begatë, me frymën pozitive, duke punuar me korrektësi, me dashuri, me urtësi me njëri tjetrin. Nëse të gjithë njerëzit e tokës do të duan njëri tjetrin me gjithë shpirt, me gjithë zemër, me pastërti, atëherë të gjithë futullët, finokët, të gjithë të pasurit nuk do të mundin të mbizitorojnë dhe të shfrytëzojnë të shtypin të varfrit. E pra njerëz të mirë, ti ke mundësinë që çdo ditë të dhurosh një fjalë të mirë, një alternativë të mirë, me dashuri dhe respekt, që të gëzosh mirësinë në vendin tënd, në shtëpinë tënde. Ju falenderit.